Jemi kthyer edhe me trajnerin Beqiragic. Coach, first of all, congratulations on your win. Looking at the game that's still happening in Pristina, you might be one of the first two teams, but in this game, Beja had some moments, especially in the second quarter, also in the fourth quarter, but you managed to come back when it was important. At first, with this win, I think Bashkimi won the game, so we guarantee the second place. And now we are looking the last game, maybe we finish first or second. The second thing, I don't believe, I think we control the game generally, absolutely in every part, except that we had made our personal mistakes that we supposed to not make it. So I believe tonight, I like my players, except personal mistakes, but generally as a team we play good. But we done what we practice. Yeah. Now, depending that you're one of the two teams and you're going to be directly in the playoff in the semifinals, the next game you have, maybe it will be a more relaxed game so you can prepare yourself for the playoff. But I don't look like that, but mentally is relaxed because we are for sure we don't play quarter-final. Whatever you do, that affects the players for sure. But I don't know. I would like to finish first if it's possible. So play against Bashkimi. You never know. Both teams are good. Both teams can win the game. We play against Bora, who is a very dangerous team. So we will give our best at Saturday to win the game if it's possible. If not, what can we do? For the end, can you expect another title from the most successful coach after the war here? I expect every time title and every game to win. The God give me, Shuchurzoti. If not, again Shuchurzoti. Coach, good luck in the playoffs. Thank you very much. See you there. Ishim me trajnerin Beqiragic lidhur me ndeshjen, pra normalisht para se të futeshim në intervistë, pak në shakoj i thash trajnerit se mendova se do të ishte ndeshja ndërtrohet për të mos thënë vetmja ku do ta përfundoje takimin i relaksuar, por ishte një shpërthim pasi është gjithmonë kërkon perfekcionizmin nga lojtarët e tij, trajnerët edhe atëherë kur kanë përsi të lartë edhe në sekondat e fundit. Dhe pikërisht kjo dhe ishte ajo që përmendi trajneri se ishin disa situata ku bën gabime. Marr parasysh që edhe pse kur e shikova më herët duket pasi kishte nisur pak më duket me vonesë, por nëse vetë se ka përfunduar ndeshja me fitoren e bashkimit në kryeqytet, atëherë do thotë kemi të qarta dy ekipet e para. Kjo e vendos para një situate tani trajnerin dhe e Trepçës dhe Trepçën që në ndeshjen e fundit të sezonit pjesë të rregullt shkojnë më të relaksuar siç tha vetë trajneri për të përgatitur edhe për fazën e play-offit. Normalisht me qenë se kemi raport disa vjeçar edhe sa ishte tek skuadra tjetër e Yllit me trajnerin Beqiragic edhe jashtë kamerave, pyeta kështu me dashamirësi se a mund të presim një tjetër titull, një tjetër trofe nga siç thashë trajneri më i suksesshëm pas luftës të paktën i huaj, edhe që mos treken edhe trajnerët tanë lokal. Në fund të sezonit trajneri thotë se tha do të shohim, gjithmonë nisemi për trofe, varet edhe nga forcat tjera, të them kështu në një mënyrë, por edhe nga fati i play-offit. Do të jetë gjithsesi duke parë se si u mbyll pak a shumë edhe pse ka edhe një xhiro deri në fund të pjesës së rregullt të sezonit, kjo pjesë e kampionatit me nuk dijeshin dy ekipet e para deri madje sonte kur tani po e bëjmë këtë dalje nga transmetimi. Pjesa e play-offit do të jetë gjithsesi edhe më e nxehtë me praninë edhe të shikuesve në për palestrat e Kosovës. Nga palestra Karagaç me një atmosferë fantastike. Në komentimin dhe intervistat isha unë Agon Radonici, ndërsa deri në transmetimet e radhës, natën e mirë.